Salla sporti, pishina për not dhe bibliotek, të gjitha këto do të jenë në kampusin e ri të Universitetit Nën Tereza në Shkup. Po përgatitet terreni që më 7 mars të vendoset gurthemeli për ndërtimin e objektit të ri, rektori Bekim Fetaj thotë se ndërtimi parashihet të përfundojë brenda 4 viteve, njoftoi se disa objekte ekzistuese do të rënohen dhe në atë vend do të ngrihen objektet e reja. Universiteti ka përparuar shumë dhe tash me kampusin e ri, i cili do ndërtohet në një hapësirë për 22.000 metrave katror dhe një hapësirë të mrenshme, e cila edhe ne në BFS në atë kohë është diku 95.102 metre projektuese me gjithë interierin, me gjithë katet e ndërtimit. Do jenë ndërtese të ndryshme, disa prej tyre me lartësi 5 kat, disa më të ulët. Fetaj deklaroi se ky objekt do të ketë kapacitet për 10.000 student, presin që të jetë një kampus më i dalluar në vend me pamjen estetike, por edhe me përmbajtje akademike. Projekti është i qeverisë së Maqedonisë së Veriut, u aprovua dikund në 3 shtator 2024 në shumë prej 34.5 milion euro, të cilët janë shpërndarë në 6 faze. Domethënë, kompania që do të fiton, do t'i merr këtë hollën në 6 faza të ndryshme, varësisht prej punëve të cilët do t'i realizon dhe. Ndryshe, Universiteti Nën Tereza është themeluar në vitin 2016, fillimisht funksiononte në objektin e lidhjes së sindikatave, ndërsa disa fakultete kanë qenë në objektin e shkollës fillore Kongresi i Manastirit.